Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e Akrepit. Akrepa qershori do të jetë një muaj me fokusin tek dashuria, me fokusin tek ndjenjat, tek emocionet. Në javën e parë të qershorit, unë shikoj që keni bërë disa ndryshime pozitive, shumë të mira. Mund të jenë ndryshime, keni bërë blerje të mëdha, keni blerë një makinë të re, keni bërë ndryshime në ambientin e shtëpisë, dikush mund edhe të ketë investuar në një pronë të re, dikush ka filluar një punë më të mirë, dikush ka ndryshuar stilin e jetesës ose dilni më shumë, e shijoni jetën më shumë. Këto ndryshime pozitive për ju kanë krijuar xhelozi, kanë krijuar inate dhe mërira me persona të tjerë dhe këtë mund ta merrni nga njerëz të ndryshëm këtë xhelozi. Dikush, një akrep mund ta shikojë të theksuar tek familjarët e tij, rrethi i gjerë i familjes, dikush e shikon nga shoqëria, dikush e shikon nga kolegët në punë ose njerëz që mund t'i keni të njohur. Dhe këto do t'ju ngarkojnë, do t'jetë nga ana emocionale, do t'jeni të mërzitur, do t'ju acarojnë këto lloj sjelljesh, nuk do të përballeni, shpesh edhe kur mund të ndjeheni të provokuar në javën e parë, do bëni sikur s'kuptoni, do bëni sikur ta kaloni diçka me të qeshur. Për akrepat, duke qenë shenjë uji edhe shenjë fikse, kur ti e do dikë, e ke për zemër apo ke një raport shoqëror prej vitesh, e ke shumë të vështirë që ta shkëputësh personin nga jeta jote. Domethënë ju jeni ato shenja që duroni jashtëmase derisa të arrijë situata në atë pikë që kur ti e vendos që duhet ta largosh dikë, ajo është absolute dhe është përfundimtare, po jeni më të duruar ndoshta se shumë shenja të tjera, sepse mendoni gjithmonë për atë fillimin, për atë kohën që keni investuar me një person, sa vite e ke njohur, historikun që mund të keni bashkë, kujtimet e çdo gjë tjetër. Duhet keni pak kujdes edhe në dashuri për ato akrepa që janë në një marrëdhënie në çift, sepse shikoj që ka një lloj xhelozie nga ana e partnerit ose partneres për arritjet tuaja. Shikoj që ju jeni në një fazë që po shkëlqeni në aspektin profesional, mund të keni bërë edhe një ndryshim që ka të bëjë me pamjen tuaj. Pra jeni në një fazë që jeni mirë në dukje, keni kaluar një lloj ndryshimi që është i dallueshëm edhe merrni shumë komplimente, merrni shumë vëmendje ose nga ana profesionale ju po arrini disa suksese të njëpasnjëshme që ka krijuar kjo gjë xhelozi që është e dukshme. Ju do të përpiqeni të evitoni debatet, më përpara mund të keni pasur situata ku keni debatuar për këtë gjë, sepse ju duket sikur nuk keni marrë mjaftueshëm mbështetje, përkraje dhe suport nga ana e partnerit ose partneres dhe tani që jeni në këtë pikë prap sulmoheni, prap ju ngacmojnë, prap ju bezdisin. E njëjta gjë shoh që vlen edhe për ata që janë single. Mundet ta keni parë veten më përpara në situata ku keni bërë një lloj gare ose keni ndjerë një lloj konkurrence me njerëz të tjerë, qoftë edhe në takime që mund të keni pasur. Ndërkohë tani jeni në atë fazën që thoni jeni okay me veten tuaj dhe thoni unë jam kjo që jam ose ky që jam me këto të mirat e mia, me të këqijat e mia, me të gjitha vlerat që un kam si person dhe ose dikush më do ose nuk më do. Momentin që dëgjoni nga një person që ose un kam dhe zgjedhje apo ose nuk e di akoma a jemi ekskluziv apo jo, kemi dhe njohje të tjera, kjo ju ftoh, ju distancon menjëherë. Java e dytë sidomos do ta bëj akoma edhe më të qartë që arsyeja pse po sulmoheni kaq shumë është sepse jeni në një pozicion shumë më të mirë se sa ato persona që ju sulmojnë. Dhe duhet një nga mësimet kryesore është menaxhimi i ndjenjave, i emocioneve tuaja gjatë muajit qershor. Një nga gjërat është që ti të diferencosh se ku ja vlen të merresh me diçka, të luftosh apo të përpiqesh të bindësh palën tjetër dhe ku nuk ja vlen dhe është më mirë që ti të tërhiqesh, më mirë që ta lesh, ta kuptosh që nuk ka të bëjë me ty, nuk është diçka që është problemi yti, është problemi i personit tjetër.
Nëse ju të dy keni qenë në të njëjtën situatë dhe ti je më mirë dhe ti ke marrë vendimet e duhura dhe ti je më i suksesshëm, atëherë problemi është tek pala tjetër, nuk është tek ty. Kështu që ti vazhdo përpara, energjia e shtatës nga 5 tek 7 më tregon që merre të gjithë këtë si një lloj mësimi, ka ardhur momenti për të bërë një ndryshim në mënyrën se si ti sillesh, me çfarë ndan me të tjerët, çfarë ju tregon të tjerëve. Ka ardhur momenti që të jesh më i tërhequr ose e tërhequr në gjërat e tua, më pak, më shumë sekrete, më gjëra private, sidomos në javën e tretë. Java e tretë do të jetë një javë shumë shumë spirituale, në sensin që ti do duash të shpenzosh kohë vetëm, do duash të reflektosh mbi shumë gjëra. Do të jetë një javë ku ju shikoj më tepër në atë ngrohtësinë, rehatin e shtëpisë tuaj. Do njëherë kur bën një investim apo kur bën diçka të bukur, çdo person ka dëshirën që ta ndajë edhe me të tjerët. Për shembull, kush janë ato akrepa që kanë bërë ndryshime në ambientin e shtëpisë, e keni bërë më të këndshëm, më komode, gjithçka. Keni atë dëshirën sigurisht që të ftoni miq, të ftoni familjar, njerëz, ftoni shiko sa bukur e kam marrë duar, apo ta tregoni atë kënaqësinë tuaj. Po ka ardhur momenti ta mbroni, sidomos ambientin e shtëpisë, ta mbroni hapësirën tuaj të shenjtë, se çdo njeri që vjen sjell atë energjinë e vet, ndonjëherë mund të jetë energji xhelozie, ndoshta nuk e kanë ato mundësi që ti ke, ato gjëra që ti ke bler, ndoshta nuk kanë mundësi që ti përballojnë. Edhe ndjehet menjëherë, do të ndjehet ajo ngarkesa. Kështu që më e mira do të ishte në javën e tretë, sidomos nëse keni pasur shumë njerëz në ambientin tuaj, ose edhe në makinë, ose edhe në shtëpi, ose edhe në ambientin e punës, nëse është diçka e re që ju keni investuar, të merrni një kohë që të jeni vetëm, të bëni një pastrim të përgjithshëm të ambientit të shtëpisë, pjesës së punës, varet pra aty ku keni pas shumë njerëz, dhe do t'ju rekomandoja edhe pastrimin ose me Pollo Santo, që është një lloj druri aromatik që është përdorur që në antikitet nga pjesa qendrore e Amerikës për vlerat që ka në pastrim dhe në të e bekon ambientin, është si një gur, si një dru i shenjtë, le të themi, ose dhe me sherebel, tymin e sherebelës. Sherebela në aspektin spiritual shërben si një lloj aqe, bleach që e pastron komplet energjinë. Pastaj për të afruar energji të mbar, energji pozitive, janë disa bimë të tjera që është, siç e thash, Pollo Santo, edhe kanella është shumë e mirë, edhe borziloku për para, për të tërhequr para edhe bollok në shtëpi. Këto janë disa erëza, dhe qëndroni vetëm, qëndroni një kohë, do të thënë mos ndani shumë, mos flisni shumë, reflektoni mbi këto çfarë keni dëgjuar mbi gjithë këtë zjarrin e këtyre 2 javëve të para, që njerëzit po marrin shumë nga energjia juaj, sepse do të përpiqen disa edhe të përfitojnë, dikush mund t'ju kërkojë borxh, dikush mundet që të marrë, të vijë edhe të tregojnë ndonjëherë edhe pa kujdes. Këto janë edhe disa shenja, nëse vjen dikush në shtëpinë tënde, ti ke gjithçka e ke të re edhe tregon të pakujdesshëm mënyra si ulen, si futen me kputuc, më thyen diçka, të gjitha këto janë shenja që ka një lloj inati, ka një lloj xhelozie. Do të jetë një mësim e vlerë për të gjithë ju, sepse shoh që në fund të qershorit, akrepa, ju do të merrni disa vendime radikale. Kjo është mbyllja e një cikli. Energjia e vdekjes më thotë që disa gjëra do t'i vendosni pikat mbi i, e do t'jenë, nuk ka më kthim. Ato persona që do vendosni të largoni nga jeta juaj do jetë një largim përfundimtar, do jetë i vështirë si situatë, po e keni kuptuar që rrugët janë ndarë, e keni kuptuar që është më mirë për ju deri në fund, dhe keni nevojë për një ndryshim. E keni të nevojshëm këtë në shumë aspekte, sepse ju shoh të ngarkuar, shikoj që nuk ndjeni mirë për dikë, mund të jetë edhe në përfundimi një lidhje dashurie, i një marrëdhënie që nuk funksionon, i një marrëdhënie që ka probleme, që ti me intuit, me ndjesi e ke ditur prej kohësh, e ke kuptuar që
nuk është mirë, sepse nuk duhet të ketë asnjëherë brenda një çifti inate, xhelozira, krahasime, gjithmonë duhet të ketë suport, se të dy nëse fiton njëri, fiton edhe tjetri. Çdo gjë është e përbashkët nëse mendohet në afatgjatë, sigurisht, nëse mendohet për një marrëdhënie të qëndrueshme. Fiton njëri më shumë para, është mirë për tjetrin, fiton tjetri më shumë para, është mirë për palën tjetër. Pastaj në çdo drejtim, duket njëri më bukur, është pozitive për tjetrin. Duhet të jetë një energji e përbashkët ku ka vazhdimisht tension, nuk është shenjë e mirë, ju e dini këtë gjë dhe pikërisht për këtë arsye do të bëni ndryshimet e duhura gjatë qershorit. Ne kemi edhe shumë planete në gafore që është shenjë uji, po një lloj si ju, dhe fokusi është tek familja, fokusi është tek shtëpia juaj, fokusi është të mbrosh atë hapësirë që ti e konsideron të shenjtë, atë hapësirë që ti e konsideron si vendin tënd të paqt, vendin tënd ku ti pushon, ku ti je rehat, ku ti gjen qetësinë. Dhe prandaj nga orakulli i kristaleve, unë ju rekomandoj për këtë muaj Tanzanitin. Dhe mesazhi thot, shumë persona po përfitojnë nga ndjeshmëria jote, mbro energjinë dhe ndjenjat e tua. Tanzaniti është një gur i veçantë, është një gur që mund të konsiderohet si një nga zbulimet e reja, një nga kristalet e reja, dhe ndihmon jashtëmase në pastrimin e ngarkesave emocionale, bllokimeve nga ana emocionale. Do t'ju ndihmojnë nëse e mbani me vete në formën e një stolie në trup për të larguar këto ngërçet që ti ke, këto pikpyetjet që ti ke, a është mirë që ta largoj këtë person nga jeta ime apo jo, dhe ju jep edhe forcë emocionale, ju ndihmon në shërimin emocional. Po kjo është e rëndësishme se shoh që shumë njerëz po marrin nga ju, dhe është mirë të mbrosh veten tënde, të mbrosh energjinë tënde. Nëse jeni të interesuar, tek websajti im mund të gjeni stoli me gur dhe kristale të cilësisë shumë të lartë. Aty keni të listuar byzylyk, keni unaza, varse, vath. Futuni, shikoni se ka vërtet opsione shumë të bukura. Dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Linkun e keni këtu poshtë tek video në www.goldentruthtarot.com. Ju falenderoj shumë që më ndoqët ta krepa. Kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin qershor. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem shpërndajeni edhe me miq dhe familjarë të tjerë që ti marrin këto mesazhe dhe këto të dhëna, dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.